Tetori është caktuar si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në të gjithë botën. Çdo vit kjo fushat që fillon më 1 tetor dhe përfundon më 31 tetor, shërben për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ të kësaj sëmundjeje. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka bërë thirrje vajzave dhe grave që të kujdesen për veten e tyre, duke bërë mamografin falas në poliklinikat dhe spitalet rajonale të vendit. Mirëmëngjes dhe më thirrjen e përvitshme në çdo tetor roz për të gjitha gratë dhe vajzat që të marrin fare pak kohë për të kujdesur për veten, duke bërë mamografin falas në rrjetin e poliklinikave dhe spitaleve rajonale në vend, ju uroj një muaj të mbar, shkruan Rama. Arsyet pse shfaqet kanceri i gjirit nuk dihet, prandaj çdo grua është e rrezikuar, por nëse zbulohet herët, ekzistojnë mundësitë që kanceri i gjirit të shërohet. Fjongoja roz, simboli kancerit të gjirit, u përdor për herë të parë nga Fondacioni Susan G. Komen, që shpërndau fjongo për të mbijetuarat e kancerit të gjirit pjesëmarrëse në një garë në New York.